Vetëm ka e problem, ju thoni hajde flasim, Salani thotë hajde flasim, në fakt duhet flisim me militantët, në fund fare përfundoni vetëm ju që flisnin tribuna, nuk e kam për ty personalisht. Dëgjojmë pak çfarë ka thënë një militant i Partisë Demokratike, zotit Berisha, sonte në Rrëshan. Kemi halë, shana duhet, u pohet, ne kemi shqetësime, doktor Berisha. Përse shato në Shqipëni, ato na i thonë telefonit për sekund. Se kush është i Tirana, e njoftëm gjithë. Ti thoni fjalë se me votë su në hedhim. Ashtë një vërtet, sepse imi pak. Se në kanë hik njërësit. Unë një familje më madhe, 20 10. 20 kam këtu, 20 i kam në diasporë. A këton, unë du me të bo një pyetje. Qysh duhet, qysh rëgjojmë Ramen? Me vot jo. Ta shi pyetje e me plak jam po, qysh rëgjojmë? A keni në shtetje si të majmë shpres nga jashtë se me votë shkojnë, me forcë nuk shkojnë. Qështë të bëjmë? I nërur që po. Unë vini nga familje e persekutume, por edhe intelektuale. Ma falin të pak, se kjo ishte knashime se të bëjmë mua betë. Masi kështë e po politikajë, ishte në kretari bashkisë Shkodrës, 23-25, erdhë, e majtëm në 2 vlazën, e majtëm ashën, e një bënë një pyti murajë, thosh, kjo ndër hoxha, 3 milion banor. Social imperializmi amerikan, kë gjendari nërkomtare, kë social imperializmi sovjetik, pse e lonë me folë, mërë? Pse e lonë me folë? Tha, onua tha, sovjetiku do ma merë e në verin këtu, se si vjen asë i keshe veselef për poplin. Se sa Amerikën këto, bazat Amerikane, po ashtu në Amerika, 25 vjetë, unë me shof, mati dente me shof, se po sta erdhë në njëm nga jashtë, e kemi zorë. Se i ka kamuflu gjitha, se përsa dumë na, sa kemi me dashtë na. Pushtetin